Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet, lavdrimet, adhurimet i takojnë Allahut azza wa jall. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahun azza wa jall falenderojmë për të gjitha të mira që na i ka dhënë, lutim Allahun të na bën nga robët e tij falënderues. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin, familjen, gjithë ata që ndjekin këto deri në ditën e fundit të kësaj bote. Kemi kaluar ligjërat pas ligjërate, javë pas jave në përtregimet nga më të ndryshmet dhe rrëfimet që i ka përcjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E munduar që përmes gjitha këtyre rasteve që janë përmendur të shtjellojmë temat nga më të ndryshmet, ku janë përmendur edhe dobi, porosi nga më ndryshme nga ato që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka përcjell ashabëve të tij dhe përmes tyre tër ummetit të tij në përgjithësi. Kemi përmendur disa herë vëllezëruar se ato raste, tregime, rrëfime që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend nuk duhet asnjëherë për neve të shndërrohet në tregime, vetëm që flasim për një të kaluar, tregime që flasim për ndodhi që kanë ndodhur dhe kështu të mbeten dhe të vazhdojnë. Por të mbeten për neve rrëfime të rëndësishme që përcjellen së bashku me dobit që i kemi përmend për çdo rast dhe për çdo rrëfim që ne ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nga qëllimi i të gjitha këtyre rrëfimeve tregime është me përfituar, me mësu. Ose të mësojmë kur dikush ka bu mirë dhe si Allah ka shpërblyer këtë dunja dhe ta ndjekim modelin e tij që të përmirësohemi edhe ne. Ose nganjëherë kur mësojmë për dikën që ka bërë keq dhe ka pësuar këtë dunja, para se të pëson në ahiret, që të ruhemi ne mos të bëhemi sikur saj. Ky është qëllimi pse pejgamberi na ka rrëfyer dhe na ka treguar. Është një rast interesant që ka përmendur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i cili ka nevojë gjithashtu për një sqarim dhe që të ruhemi nga çdo keq kuptim që mund të na ndodh në rrugën e kuptimit të këtij rasti. Përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke thënë se një rob i Allahut, Allahu e din kush është ky edhe kur ka qenë ky. Thot mirë, po pejgamberi sa më thot, një rob i Allahut e ka bërë një mëkat. E pastaj është penduar tek Allahu i mënduar duke thënë, o Zot, më fal. Allahu xhallahu ala ka thënë, robi im po e din se unë jam ai që i fali mëkatet dhe dënoj për te, ja kom fal mëkatin. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thumma makatha, pastaj ka qëndruar që kështu të ka kaluar një kohë caktuar dhe përsëri ka rënë këtë mëkat. Përsëri e ka bërë të njëjtën dhe ka thonë, o Zot, unë kam gabuar, andaj ti më fal. Nga se nuk i fal mëkatet as kush posa teje. Allahu xhallahu ala ka thënë, alima abdi, robi jam e ka ditë dhe din se vetëm unë i fali mëkatet dhe vetëm unë marr përgjegjësi për mëkate, pasi që e ka ditë këtë dhe ka kërku falje, Allahu thot, ja kam falë. Pastaj ka qëndruar kështu një kohë caktuar, Allahu din sa, dhe përsëri ka rënë gjuna. Dhe përsëri e ka thonë të njëjtën, o Zot, kam gabuar, më fal. Atëherë Allahu xhallahu ala i ka thonë, përderisa robi jam e din se unë jam i vetmi që i fali mëkatet, kërkon falje, dhe e din se unë jam i vetmi që e marr përgjegjësi, atëherë ja kam falë robit tim, falyafal abdi ma yasha, dhe pas kësaj le të bën robi jam çka don. Do të se e ka të falën, çka don le të bën. Ky rast padyshim është shumë shpresdhënës nga një anë, por duhet kuptohet drejt për të mos keq kuptuar në anën tjetër. Nga se disa njerëz kanë mundësi këtë rast me ndëgju ose me lezu dhe me kuptu se njëri e ka derë në mëkateve të hapur, mund me bëjë gjuna sa të dënë, qysh dënë, dhe se Allah xhallahu ala është falës, është mëshirues dhe Allah ja fal.
Fillimisht dua t'u them një rregull, vëllezëruar. Në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka hadithe që flasin për një temë, por që të folit për këtë temë është bërë nga dy kahje. Njëra kahje është shpresdhënëse, e tjetra kahje ka një dozë caktuar të kërcënimit dhe frikësimit. Si duhet ne t'i trajtojmë këto hadithe? Si për shembull, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men qala la ilaha illa Allah dakhala al-janna." Kush thot la ilaha illa Allah hyn xhennet. Çfarë hadithe duhet të më marrë veç me thon la ilaha illa Allah hyn xhennet? Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men qala la ilaha illa Allah mukhlisan lahu qalbu dakhala al-janna." Kush thot la ilaha illa Allah sinqerisht nga zemra e tij hyn në xhennet. Që këtu e ka shtu sinqerisht. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men qala la ilaha illa Allah mustayqinan biha qalbu dakhala al-janna." Kush thot la ilaha illa Allah me bindje nga zemra hyn në xhennet. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna." Kush e ka fjalën e fundit la ilaha illa Allah hyn në xhennet. Që ka për një fjalë la ilaha illa Allah, po ka versione të ndryshme. Jo pse këtu janë mos përputhen njëra me tjetrën, por tu e plotësojnë njëra tjetrën. Prandaj hadithe e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk duhet me i trajtu të veçanta. Me marrë një hadith e mon çka ka. Ja, po për një temë caktuar, nëse dëshirojmë me e kuptu drejt atë temë, mos me shku as djath, as majtas, duhet me mbledh hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për atë temë dhe me shiku se si e ka balansu këtë temë i dërguari sallallahu alajhi wasallam mes frikës dhe mes shpresës. As mos me marr veç frikën, sikur se ka marr xhavarixhet dhe kanë marr hadithe të caktuara ku flitet aty se kush e bën një mëkat mbetet në xhenem përgjithmonë. Ata kanë thënë, kjo është argument se njëri një gjuna me bë del pe feje. Po s'është veç këto hadithe. Ka hadithe tjera që ka thënë pejgamberi pak më ndryshe. E ato tjerat i kanë marrë do grupe tjera duke i njëru këto hadithe dhe kanë përbën një grup ty në dvetin për shprezën e muslimanëve. Bën gjuna sa dush, edhe mos i sikon obligimet, a thush la ilaha illallah, Allahu të fal. Edhe kjo është deballans, edhe kjo është ekstremizëm. Andaj përmbledhja e haditheve në një vend, trajtimi i tipës nga gjitha anët dhe pastaj nxjerrja e mesatarës nga kjo tërësi hadithesh është ajo që është e kërkuar. Nuk duhet me marrë veç një anë shariatit e as anën tjetër, por duhet me marrë si tërësi shariatin e pastaj me nxjerr konkluzën përfundimtare në bazë të argumenteve që kena përpara. Ashtu atëherë bëhet kaos. Pejgamberi ka thonë hadithe në raste të caktuara, ka thonë në rrethana të caktuara, situata të caktuara, shpërfillja këtyre rrethanave, situatave dhe nxjerrja e haditheve nga konteksti dhe koha kur janë thënë, padyshim se vështirësojnë kuptimin e drejtë hadithit. Edhe ky hadith është nga këto hadithe. Nuk duhet veç këtë hadith me e marr, edhe më që Allah po thë ka bëj gjuna sa dush, edhe bre 3 herë më bëj gjuna, apo mas 3 herë, jo që veç nuk ta fali, po ti e fiton një status që tani bën çka dush se Allah ta fal. Tu se është nxitje për gjuna. Jo, ky hadith ka ardhur ka diçka tjetër. Ky hadith nuk na ka ardhur në aqil dirë në gjunave, larg asaj. Por ky hadith ka ardhur me ka thonë diçka tjetër. Andaj çka ka dashur me këtë me na ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Të marrëm porosinë e këtij hadithi dhe mos ta të i kalojmë porosinë që ka dashur me na përcjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Porosia e këtij hadithi është se njeriu duhet të pendohet nga mëkati. A është kjo porosia? Se ky njeri ka bëu gjuna dhe është pendu. Çita e përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ti leg apo ka bëu gjuna, apo ka bëu gjuna. Esenca është pejgamberi sa na thot, na porosit se njeriu që bën mëkat dhe pastaj dëshiron të kthehet tek Allahu azza xal me bindje se vetëm Allahu ka mundësi m'ia fal mëkatin. Me bindje se nëse nuk pendohet, ka më dhon llogari për këtë mëkat, njëri till Allahu ja fal. Çi kjo porosia e hadithit? Do thotë porosia e hadithit ndërtohet në 2 shtylla kryesore. E para, në nxit për pendim dhe nuk na lejon që të zgënjehemi asnjëherë. Do të themi se unë kam bëu gjuna, unë kam bëu kët,
Çka mu pendu tash? S'ka këtu pendim, e kom bëu këtë keqe, jo ky a di thot ti zguzon kështu me menu. Asnjë gjuna që e ke bën nuk guzon kështu me menu se Allahu s'ta fal. E para dhe e dyta, pendimi nuk është fjalë goje, por pendimi buron nga një bindje e brendshme se nëse nuk pendosh Allahu dënon. Shikoj këtu ka një hadith, robi jam e ka ditë robi jam se veç unë e falë gjunat. Andaj veç te Allahu do të më kërku falje. Dhe e ka ditë robi jam se unë e marr në përgjithësi. Domethënë e ka ditë se Allahu xhallahu ala e merr llogarinë nëse nuk pendohet, dënohet. Andaj kështu ky njeri, ai jeton veç shpresën e mët, a ka dhe frikë. E ka dhe frikë, ka frikë se nuk pendohet, Allahu xhallahu ala e dënon. E merr në përgjithësi, e merr në llogari. Për këtë arsye edhe është pendu. Kjo është e para. E dyta që duhet të kuptojmë nga këtë është se ky njeri s'ka nevojë të bëjë gjuna. Nuk është më veç aspekt në gjunajt. Jo, këtë pejgamber sa nga jeta e këtij njeri, për shemb, para ky njeri ka rnu 70 vjet. Apo për 70 që ky njeri çka u të bëjë, veç gjuna u të bëjë? Jo, pejgamberi thotë ky njeri ka bën një gjuna. Që e me kuptu se kësë ka pas fat shlirë punë e gjunajt. Në gjuna e ka bën. Dhe çaj gjuna e ka brejt aq fort sa që e ka di se nëse s'kthehet tek Allahu do del me në llogari. Andaj ka në Zot falon. Këtë në rregull. Pastaj ka thënë pejgamberi, pastaj ka nejt ky Allah alem, nëse ka nejt 15 vjet duke adhuru Allahun xhallahu duke qenë devotshëm, duke munu me shly mëkatin që ka bërë, duke munu mu dëshmoj mirë, por prap ka ndodhur ka bëj gjuna. Njëri është apo. Andaj njerëzit nuk e marrin këtë periudhë me gjunave që ka kalu, por e marrin 2 vjet kur ka bëj gjuna një herë, kur ka bëj gjuna 2 herë. Pse? E bën gjuna, pendohet edhe në rrafë pet, nuk është kaq me kaq thjeshtësi kjo punë. Po nëse njëri pendohet tek Allahu xhall dhe pas pendimit vazhdon me bëj punë të mira, vazhdon me bëj punë të mira, vazhdon mu angazhu, vazhdon me dëshmu për Allah xhallahu ala sinqeritetin e pendimit, vazhdon me dëshmu për Allah vërtetësinë e tij në këtë drejtim dhe kalon një kohë caktuar këtë punë, kështu duke u mundu, duke u angazhu, pastaj normalisht internon natyra njerëzore. Imi njerëz gabojmë, gabon apat, Allahu thot ti me këtë kuptim, ti me këtë mentalitet, me këtë kulturë, ti apat kur pendosh, unë ta falja atë. Çështo po. Nëse e din se unë kam të marr përgjegjësi, nëse e din se veç unë dënoj, nëse e din se nëse spendosh dënosh, pendosh për këtë punë dhe vazhdon me punë të mira. Po pastaj pas një kohë pat ndodh me gabu, e ndjek të njëjtën rrugë si përpara, ta fali. Çka nuk kupton e ndjek në rrugë? Nëse njerë pendohen nga një gjuna. Edhe vendosin para Allah xhallahu ala mos e bëj gjuna më. Pastaj çfarë ndodh? Pas një kohë caktuar bjen mëkat opet. Kur bjen mëkat, herën e dytë zhgënjet mua. Çfarë më bëu? Ma mirë vëlla s'po bëna hor para Zotit, po graqë ashtu te në kismet tani kur Allah don e heku këtë gjuna, jo çukinë sukon çështo. Ky njeri hera e dytë kur ka rënë gjuna, nuk e ka zhgënjur nga pendimi, kur ka qenë tjetër, opet ka shpejtu me a shkurtu jetën gjunahit, e me a zgjat jetën pendimit edhe punëve të mira. Kush bën çështo çu se fal Allahu xhallahu. Andaj sa njerëz ndodh që kur pendohen për një gjunahi, pastaj ndodh me radhë pat gjuna. Mas një kohë caktuar. Pastaj pendohet. Nëse bën edhe një herë, të çka mu pendu më? Ma mirë la, s'po pendona heq, por rri qështut, opet në rafshan ta, me ne di që e kam, në të kuptim, e kam hapën, se s'u pendu për këse punë ala, te në kisme në penduave. Andaj, pejgamberi po përmend se kush e ka këtë metodë të pendimit, sërë të bon gjuna, pendohet tek Allahu xhel, ky njeri nuk ka mundësi me gjuna para Zotit. Njeri till Allah i thot, kjo kur thot në fund Allahu xhel, ti sa herë të bëjsh gjuna çështot, me çit kuptim, ta fali. Ose sikur se ka në hadith fund, falyafal abdi ma yasha. Le të bën robi jam çka don, se çështot ja fali. Çka mund na me kuptu për kësaj? Ç'ky ai të morëm që të rapte që të përpara. Njëri i cili për një gjuna ton kjo bindje mblidhet ai, duhet më pendu. Veç te Allah do të më kthy.
Nëse spendona, Allah e merr përgjegjësi. Pse pranon këtë njeri çfarë dialogu bën mbrana, çfarë bindje ka, shpejton u pendu. Shpejton u pendu, kthehet tek Allahu xhel. Që ky njeri i cili e din se Allahu e merr në llogari, e din se Allahu e dënon. Pendimi i tij, a është veç pendim fjalë goje apo është pendim i fuqishëm? Është pendim i fuqishëm. Andaj njëri i tillë thuj bëj çka dush, atë ja zguxoj më. Apo andaj Allahu kur i thot këtij bën çka dush, nuk është me qel derën. Po do ti me këtë frikë ndaj meje që e ki. Dhe me këtë shpejtim pendim ti çfarë të bësh sot të falet ti apo. Sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për luftarët e Bedrit. Ata grup muslimash që kanë marrë pjesë në Bedr. Ka thonë për ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu azza wa jall ka parë çka ka në zemrat e tyre. Nga sakrifica, nga dashuria për Allahun xhallahu ala dhe u ka thënë Allahu bëni çka doni. Që bëni çka doni e vjen që tash luftarët e Bedrit ai që ka marrë pjesë në Bedr apo nuk është rastësisht në Bedraj. Dikush kupton që kush i ka rënë me kod. Ja, ata që janë në Bedr kanë qenë të përzgjedhur që me konë që ty. Andaj Allahu e din zemrën e tij, e din se këti kur të bëj çka dush, sikurse edhe në jetën e kësaj bote. Në njëri që është i ndershëm, në njëri që është fisnik, në njëri që është besnik, edhe ti jelen shpinë. Thosh çka dush merr atë. A merr çka don? Ti ke thonë sahi, me të halal e ka e mund me marr. Mirë, po fisnikëria e tij apo pasardhësia e tij nuk ja lejon mi u përgjigj fjalës me bëj çka dush apo. Andaj Allahu xhallahu kur ka thonë bëj çka dush, nuk është kjo hapje për ballë mëkateve. Por kjo fjalë vlen për ata që burrnisht ju kanë kthyer Allahu azza xhel. Burrnisht ju kanë pendu për ta të sara të bësh këtë mëkat. Sa të përsërit, Allahu ta fal. Edhe pse njeriu që pendohet sinqerisht dhe i plotson kushtet e pendimit, Allahu xhallahu ala këtij kur e fal, ky rrall ndodh më mbron që ti gjuna apo. Zbava kia më. Ja zbava kia më. Sikur se ka ndodhur rasti me atë njeriu që e kemi pranë disa rastin me një njeri që ka pas dilema të caktuara dhe u shku tek Omeri radhiyallahu anhu, mirë po ka vetë për te kompetencave të veta. U shku te Omeri radhiyallahu anhu me pyet, e çfarë qëllimi ka Allahu me këtë ajet? E pse Allahu këtë ka thonë kështu? Kush je ti me pse Allahu ka thonë kështu? Ti duhet të zbatu. Omeri radhiyallahu anhu ka pas një metodë edukative më specifike se të tjerët, apo? Edhe ka thonë tashuna ta shpjegoj që prit veç pak kështu apo. Edhe ka him rana, ka kap një kamxhik, apo edhe ka hap një 2-3 kamxhika, edhe ka thonë, o prisi besimtarve, nëse me këtë të rahme, apo, e ke bunjet me mytë, vazhda. Anë qofë se e ki me mihek që apata në kry shkunë, vëllaj, s'ka mu. Asë një dilemë smetë mu, kete kom qartë, u qartësu. Mas 20 vjetëve, mas 20 vjetëve gati ato. U dalë një grupacion, i cili ka pas qësi vezvese, qësi mizash ka pas, apo me kuptu e pse në Kur'an kështë e psa shtë. Edhe jënë shku të kë njëri. E ka njofë, si ku bëj njërë, e ka njofë, jënë shku të kë njëri dhe i kanë thonë, qëra, atër e kun vetë, s'ka pas për krahje, edhe Omeri kun bëja gjishtirë, apo tash së është Omeri, mua as nuk je vetë, që i në të në këtë grupë, tash delti për para, prina në namastijem. Delti tash tim ato dilema që i ke pas për Kur'anin. Ka thonë, jo, vallaj, kurse më ka eduku robi mirë i Allahut azza xhel. Më ka bo tërbije mira ja, një herë një 2 trama që mi ka e Omeri, më ka rahatu bëja gjë mira. Dhe njëri, që, këtë njëri e ka prek dora e njërit edhe rahatu bo. Ja, mos ban kë kur. E paramendo atë njëri që e prek frikën dhe Allahut azza xhel. Edhe për kujtimi si del Allahut për para. Edhe për kujtimi se jep llogari, apo veç një herë kjo ndjen me kalu ka zemra, atë jam o korr, zguxoj mo se nuk e di edhe një herë bovakia, që ashtu mund ndjen nuk bovakia spendona mo. Zguxoj mo korr apo. E çu ky njeri që në këtë grad ngritet që thot, apo që frika ndaj Allahut ja prek zemrën një herë, sa din që herën tjetër bovakia mos ka përcen frikën nga zemra, o ka mundsi tani mos tutesh mo, e spendohesh.
Këti një mi thonë, ke dy të aromja qilë, që dush mërë, të ja gëzuzaj. Kur zuzaj me këtë mund? Në që kjo është kuptimi që ka thonë pejgamber sëmë, le të bënë që ka dalë. Dobija tjetër që du me nëzirë të lëndruar është një fjalë që meritan, vëllahi, meritan ndoshta shumë ligjëratë më folë për ta. Veç një shprehje këtë hadith. Cila është ajo? Fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, alima abdi, e ka ditë robi jam. Çka në kupton që e ka ditë robi jam? Ky sukon do të thotë robi thjesht i Allahut azza xal. Ky e ka njoft Allahu xhallahu ala. E ka ditë se Allahu xhallahu ala është i mëshirshëm, po e ka ditë se dënimi i tij është i rrept. E ka ditë se Allah ndëgjon, e ka ditë se Allah është alima, e ka ditë robi. Andaj nga njohuria që ka pas për Allahu xhallahu ala, nga njohja ndaj Zotit që ka pas, është pendur këtë tek Zoti xhallahu ala. Njerëzit Allahut i bëjnë mëkat vetëm për shkak se nuk e njohin Zotin që duhet. Njeriu sa më tepër e njeh Allahun xhallahu ala, wallahi më i përkushtuar është, më i kthim ka Allahu është, më i penduar është. Është e pamundshme me njoft Allahun azza xal, me disa prej emrave të tij, me njoft Allahun xhallahu ala në mirësitë e tij, në begatitë e tij, në kujdesin e tij, e pastaj mu rebelu ndaj tij dhe mos më ngu. Kjo s'ndodh në rrethana normale. Në rrethana të zakonshme kjo s'ndodh. Mund me konjë në rrethana të jashtëzakonshme, muhabit, me gabu, kjo ndodh. Po në rrethana normale nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi. Qysh ka mundësi njëri e din, se këtu po e din robi jam, ai që s'din, s'menon për këtë punë, që s'bën pjesë këtë hadith. Këtu po flet për një rob i cili alime, e ka ditë robi jam. Çka din robi jam? E ka ditë robi jam se Allahu është shadidul iqab. Apo e ka ditë robi jam se Allah e ka dënimin e rrept. E ka ditë robi jam se Allahu azza wa jall e ka jetën e tij në dorë, kur do në merr. A din ti që do me thonë që do me shty pendimin deri mas një kohë, apo sa haloje miri, pendona ma vonë. Që kë njëri që të që shtu, e ka njoftë Allahun që kë? Ja. Nga se Allah është ai që ka jetë në dorë. Nëse ta merë, s'kthejesh mua për. Ai që e din këta, se s'gatë se qanë fër larë pendimin. S'gudzan, nuk gudzan. Sa i nështë me pa ditë i qëka tjetër e kishtë qu. Njeri me ditë se ka mërnu e 10 vjetë, i kishtë të punë pak edhe ma vonë. Nga se ka njëse mu pendu në sahat dekës, po vesh, kush ta garanton që ta avton? Andaj rëbë që njën Allah në Gjallahu Ala nuk luj, si kur që thonë të na, lotri me këtë punë, avton. Nja që lofësha mirë, mos u pendofësha, hajri shohalla. Zgudzan se adin që me bo mos mu pendu, me bo me dojnë pej kësaj bote, pa u pendu të ka Allah Gjallahu Ala, vaj halë për atë njëri. Aja ka ditë që ta, përndaj se ka vendos në bijaz jetën e ti, se ka vendos në rrezik jetën e ti. Ja, ka shku hapëve të sigurt. E kush e ka këtë dije për Allahun, kush e ka këtë kujdes për vetën e ti, kush e ka parasysh se Allahu xhallahu ala men përsi. Keq që në njëri me i pas. Ky është njëri, ndodh me gabu. Andaj pendohet Allah ja fal. Por që ky njëri vallahi nuk e merr këtë hadith si mjet për ti shtu jetë gjinave të tjepën, kur? Kësë ndodhë, në rëthonë normale, kësë ndodhë. Sikur që e kam përmend djetar një shembull. Na po flasëm për dashurin dhe Allah të azogjen. Na po flasëm për frikën dhe Allah xhallahu ala. Ja mendoni se dashurin dhe Allah xhallahu ala është një ndjenjë e mbrëmshme e vdekur? Njëri që dënë Allah në azogjen, adin që ka bën? Ai që ka frikën e Allah të azogjen, adin që ka bën ai? Ai nuk është njëri që kur të qelë dy gjuna bën, po ai që s'ka frikë Allah xhallahu po. Sikur që thot Ibn Taymi rahimullah. A ka mundësi? Për shembull, një prind me pa në rrugë fëmijën e vet ka e keq trajtojnë, ka e rrejnë, ka e bojnë, me jetë më nëme se s'ka vak me kështu që ka botëm. Apo? S'ka mundësi. Nuk ka mundësi, për shkak dashurisë që Allah xhallahu ala ka bën zemër ti. S'është e mundshme. Nuk është e mundshme me braktis. E braktis dikon që s'ki ndjenja për to, s'ki emocione. Ma ki ndjenja për to, që s'ki mundësi me lon. Ose fëmiju me pa pritën e vetë, se ka nevojë për një gotë ujë. Allah ta bëf çanta, sa njëri ka nevojë për ujë një dhone. A tha që s'dot?
Veçaj që zhveshet tërësisht nga gjën ndjen emocion, ai njëri thjesht nuk bën këtë punë. Pse se bën këtë punë? Pse se bën? A ka mundësi me bë? Po s'lën e mbrëmshme nuk e lën. Ajo që Allah e ka kurdis me mbrëna, që ajo s'lën. Në raport njëri me njëri. E çfarë ta mërmend se njëri ka zemë dashin te Allahu xhel. E mi thon, preshi Allahut mos e ki gale ti ku dush. Rebelion ndaj Allahut xhel ora se Allahu ta fal. Po edhe më fal Allah, po dashnia s'm lën me kundërshtuat. Dashuria ndaj Allahut s'm lën me këtë punë. Sikur se njerëz këtë botë. Ka mundësi ka njëri, hiç mos me pa kërkush, apo me fshika pak diçka apo. Po njerëzit thotë fytyra s'ma lën Allah. Po e di që më bëj këtë punë, e di. Edhe kur s'm edhe harrot kjo punë më. Fytyra kjo. Kur se bëj? Pse? Se ka një ndërgjegje brenda atë. Andaj duhet të them edhe ky rob e ka një njohje për Allahun azza xal. Dhe kjo njohje ja ka shkaktuar një dashuri ndaj Allahut xhallahu ala. Ja ka grumbulluar një sasi të frikës ndaj Allahut xhallahu ala. Këtë më bën çka duhet. Kur se bëj? Imani kë, dashuria kjo, frika kjo për Allahun. Çka kujton kjo është ashtu të vdekun? Ose gjallë kjo s'm lën. Sigurisht atë fytyrë kjo thotë imani kë. Imani dhe kështu më bu. E që kjo është përshtim që të hadith apo. Se kjo njëri e ka njoftë Allahun azza xal. Kjo njohje i ka sjell po se Allahu xhallahu ala fal, por gjithashtu të krahas kësaj ja ka mbyllën zemrën e frikën për Zotin se nuk lutet me këtë çështje. E ai që bën çështot, ai që është në këtë mënyrë i edukuar dhe me këtë njohje i udhëzuar, këtij Allah i thotë, çështot kur je s'bën dëm shumë gjunohe masani apo. Jo pse po të bën, po e di që s'bën. Për çfarë tha? Edhe di që kur të bën, e di që kipi i gabime të caktuar ti apo të pendohesh, apo të ta falë atë. Pra kjo ditë ka frikë, por ka edhe shpresë. Andaj çdo besimtar duhet të balansu udhëtimin e tij ka Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe e fundi që duhet të përmend për këtë rast është se shiko kur bëhet fjalë për mëkatin e ka bë, kur bëhet fjalë për faljen, s'let pejgamberi sa sa që ka pasur në ky njeri apo. Apo nga se esenca në mëkat është me mlua. Esenca në mëkat është me mlua. Njeri si përmend gjunoat e veta. Do njerëz fatkeqësisht i kanë bëu gjunoat në të kanë pendu kur pa atë kujtohet kur është valla u kon vakt dikur an gjuna u kon. Ç'më çfarë vakti kon ai? Mlaja vetë atë punë. Mlaja gjuna. U kon nima se na kon çrdovesh. E ka pas një lezet dhe qysh. Subhan, lezet në haram e ka pas. Lezet kur su fal. Mlaje, shuj, mëse përmen atë punë, mlaje. Nëse Allah ta ka mbulu, mlaje vetës tonë. Mlaje tjetërit. Ka se gjinoja du të më mlu. Ka dojnë Musa a.s. me popullën e vetë, me kërku për Allah të azogjel që Allah me lëshushiju. Thasësie madhe ka ndodhë. Edhe tu bo do, Allah gjellewala i shpal Musa a.s. më thëtë, s'ka më rashia. Se në mesin e ju është njëri që baja ki gjuna bën. Edhe Musa sa më dhetohet të burra, që bën gjuna zotit të pendohet e ka Allah se përshka këti përges o bleshi. Edhe aje din që për ta është. E din njëri që ka bo. E din edhe në vetën e veç aty, se veç Allah u gjellera e ndëgjan, përshpërit në zemrës e ti, pendimet i të brendë, shumë Allah u gjellera e ndëgjan. Në hamna në islam nuk kem nevojë me shku mu rrëfy për gjunat tona që këna boha, të në anaj fala, njëras në i fala. Dhe të është të ka Allahu azza xal. Edhe i pendohet të ka Allahu sinqerit dhe të o Zot, më lëmë, mos më shplasat, mos më bahora Zot. Lëmë Allah, pendohet të ka Allahu azza xal. Edhe Musa asën përsri për të në tonë apet për hi namaz. Me falë namaz për mërashi, edhe fillan mërashi. Pasë e Musa e të sëmi thëtë Allahu azza xal, o Zot, a ma të regon kush ke qaj njeri. Jo në kuptim, do me thonë, qaj gjunaqarë, po një me që qaq pendim të sinqert ka bo që Allah ja përrej pendimin e rashi, veç kalëzën kush ke qaj njeri. Allah gjellera i ka thonë Musa i ka thonë, se kom qplu të bo gjunahe, e po e qplej masë që është pendu, ta shënë ma eqë nuk e qplej. Se kom qplu kërë kom buri keq, pe qplej kërë kom buri mirë, në qëfës Allah të kam bulu ma heret, s'na kam buhor për të gjunahe, na kam lu, ato le të harrohen, le të mlohen, Allah i ka falë, alhamdulillah, mloj ato, mos i përmen koras, mos i kujto kur, le të kalojnë ato. E ju njeri me vendosë kujtime, ose do njerës ka era për shambull, nga e kaluara, ku kam bo gjunoha, halaj mandë sureta,
kur në konë topi, kur në konë dikon në venet caktume, ose në gru që kone e zbulume, hala ka sërita këpashami kur në kone, kështu më radhë, heke ato lërgoj. Gjdo kujtim që të lidh me të kalumen, qka do kofta ja, heke. Mos lejo kur gjë me ta kujtu të kalumen, as mos lejo kur gjë me konë dëshmitar i së kaluar as keqe. Anuleja të po. Heqi. Nëse s'ka interes të ose, nëse ka në interes është, njëri ka mundësi dhe në pasaportu dalë për shembull për para kur u konë pa falë. Dhe thonë edhe sëritë, nëse shfi pasaportin, se e dvynë. Po thëmë, ato që s'dvynë, s'kanë për interes, s'ka dobi për te. Harajet kalumen tërsisht, mleje. Dhe të mlen e kaluara që ka shku, dhe këtheu ka e tashme dhe ardhmja, i këthyër ka Allahu xhallahu ala me këdije, apo që e din robi, ti e din shumë mirë. Apo ti e din shumë mirë kush o Zotit. Ti e din shumë mirë, apo se çfarë llogarie kemi dhënë Allahut për këtë. Pra kjo të shtimu pendu, dhe kjo të më në gjallë pendimin të. E në qofë se ndodh, jemi njerëz, eventualisht, mas një kohë të caktuar, mas një angazhimit të caktuar, me rana e gjuna, o pet një këtë njëtin metodë që ashtu një. Qështë e këtë ditë herën e parë, o pet që ashtu dhe kësë e radhe vlinë njëta. Se Allah nuk është veç njerë falës, po është sërë të bëjmë gjuna, ajo është o pet falës. Mirë po, është edhe tjetra. Apo, nuk dënon veç për e gjuna, po përsare ke bo dënosh. Pse veç një e ke bo, po përsare ke bo dënosh. Ne balansojmë me këtë ecin ka Allahu xhalla xhelalu. Në kjo është një rast tash me vërtet i rëndësishëm që ka dobi të shumta të disa për ty përmenda e që besoj se e përmirësojnë gjendjen tonë, duke njohur Allahu xhallahu ala e rregullojmë gjendjen e zemrës tonë, e rregullojmë gjendjen e raporteve tona me Allahun azza xhall, gjendjen e veprave tona dhe e kuptojmë se nëse njohim Allahun, atëherë ja kemi frikën më tepër. Nëse njohim Allahun, atëherë dojna më shumë. Nëse njohim Allahun, e adhurojna më tepër. Sa më pak e njohim Allahun xhallahu ala, më të guximshëm jemi atë. Dhe njëri sa më i dishëm është, apo më shumë ja ka tutën Zotit atë. A sa më ignorant që është, më pak ja ka frikë tutën Zotit. Këtë çaj se Zoti xhallahu na i fala. Kjo është fjalë ignorante. Prandaj e din robi jam, e din për çka bën. E një Allahun, e din për çka duhet më bë. Kjo është porosia e këtij tregimi dhe e këtij rasti. Allahu xhallahu ala lutë që në prag të këtij muaji të shenjtë Allahu të na falë mëkatet tona dhe lutë Allahu xhallahu ala që të na bëjë Allahu nga ata që e njohin Allahun dhe njohja për Allahun tua përmirëson gjendjen e tyre, adhurimin e tyre. Njohja për Allahun të jap cilësitë dhe cilësi adhurimeve tona, të jap kënaqësi të posaçme kur e dim se kënd po e adhurojmë, kur e dim se kujt po ja kushtojmë veprat tona, edhe kur e dim se kush po presu më na shpërlit për punën tona. Allahu xhallahu xhelalu. Allah është përleft e deri në takimin e nashëm i cili i bie në ditën e parë të Ramazanit. Elus Allah xhallahu ala që Allahu më na mëson me prit me të mira me hajër. Allah është përleft sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.